Babi, se po e lëm një tutave? Përshëndetje, jeta jonë sundohet nga shumë frikëra. Ato janë të shumë llojshme, në stade të caktuara në jetës dhe për arsye të caktuara. Sigurisht, askujt nuk I pëlqen të quhet frikacak, por ne e dim që jemi paksa frikacak në gjëra të caktuara. Gjithsekujt I pëlqen të quhet trim, por ne e dim që nuk jemi dhe aq trima në një farë mënyrë në kuptimin heroik të fjalës. Pra, I kemi frikrat tona. Frikrat përballë besimit. Pikërisht për këtë temë do diskutojmë në këtë nektar të radhës. Unë kam të ftuar profesorin e njohur, doktor psikolog Jashar Demiri, autori shumë librave mbi psikologji. Faleminderit profesor. Mirëseverdhje. Thirrje Hoxhën e nderuar Enis Rama. Mirë se u kam në studio, frikrat përballë besimit. Nuk e di nëse bëra ndonjë gabim në atë hyrje I nderuar profesor, vërtet, po, jo, ja mund t'ju rregulloj unë, nuk ka problem? Ta janë disa detaje teknike. Nuk e di nëse ishte I saktë në hyrjen time, njeriu sundohet nga frikra të ndryshme. A mund ta thoni ju lutem se kush janë ato frikra bazë? A janë frikra që mund quhen ekzistenciale në jetën e njeriu që mund të bëhen pengesë e tij në një shëndet psikologjik të fortë dëshirueshëm për çdo kënd. Për shembull, ne e dimë që thuhet ka njerëz të rrahin gjoksin, për shembull, unë s'kam frikë për asgjë. Pra e shprehin tek frika, tek mungesa e frikës, atë pushtetin e vet, atë të qenurit paksa lart. Ju ishit shumë I saktë në paraqitjen që bët, në prezantimin e emisionit, edhe në ato që thatë, dhe unë dua të them që frikërat nuk kanë të bëjnë me qenit frikacak, por frikërat janë krijuar nga krijuesi, sepse ato mbrojnë, ato paralajmërojnë. Pa frikra ne nuk do të vepronim, pa frikrat ne nuk do të merrnim masa. Problemi është se unë e kam thënë edhe në një emision që vetëm frika nga Zoti është obsesioni më I bukur për njeriu. Kurse frikrat e tjera pastaj me masë edhe me arsye janë gjithmonë të arsyeshme dhe të nevojshme. Por problemi për cilën jemi këtu është se shumë frikra janë të tepruara, janë jo në masën e duhur, jo të arsyeshme, janë të paarsyeshme, dhe në vend që ta ndihmojnë njeriu I krijojnë atij shumë probleme. Për shembull, unë po ju them që një pjesë e madhe e klientëve që vinë nga Shqipëria tek unë në Tiranë, edhe nga Kosova, edhe nga Malizia, edhe nga vise të tjera, realisht nuk janë të sëmurë, por ndihen të sëmurë. Kanë bërë të gjitha analizat, vizitat dhe të gjitha ju dalin të shkëlqyera dhe çuditërisht ata janë të sëmurë. Pse? Sepse ata janë të trembur, ata janë të friksuar nga sëmundjet. Pra, le të themi këtu që një ndër frikrat më të shpeshta është frika nga sëmundjet. Edhe kjo ndodh kur njeriu vërtet është I trembur nga sëmundjet dhe shkak për këtë, po themi është bërë shejtani I cili pra I ka krijuar dyshim atij. Kjo mund të ndodhë fare thjesht nga reagimet trupit normale, për shembull që therrje, mpirje, rrahje të shpejta të zemrës, mosmbushje me frymë, etj, të cilat organizmi pra I ka të zakonshme këto. Ashtu siç do të ndodhte nëse do të ishim në polin e veriut dhe temperatura minus 60 e ca gradë, trupi jon 36 gradë e gjys, sa herë matim temperaturën një lloj, 100 gradë ndryshimi, por këtë ndryshim, ose më saktë, jetën atje na e ruan nga ngrirja reagimi I organizmit, dridhjet, gjithë organizmi është në alarm, në veprim, lëkura vishet me nxehtë,
stomaku na djeg se do ushqim, dhe me thënë, ky reagim bën që të mos ngërim. Mirë, po këtu njeriu nuk trembet se thotë e kam nga të ftoftit. Kurse nga të gjitha rastet e tjera, si rezultat i vërshimit të adrenalines dhe noradrenalines në trupin e njeriu trembet. Duke i ndodhur disa herë kjo gjë, ai tani këto reagime fizike të zakonshme dhe normale i shoqëron me pyetje të shumta. Edhe duke mos ditë shpjegimin, truri shpik shpikje. Dhe shpikjet janë që më duket se po mpushon zemra, më duket sigur po mbytem, më duket sigur po hum lidhjet me realitetin dhe po çmendem, më duket sigur po vdes, më duket sigur do bëj ndonjë hata, do sulmoj, më duket sigur po mbjet fiket e tjerë e tjerë e tjerë. Tani, njeriu në këto raste, duke mos ditur shpjegimin e saktë, trembet. Duke u trembur, alarmi është më i madh, adrenalina vërshon më shumë, noradrenalina. Adrenalina në fakt është hormoni i vënies në lëvizje për të përballuar një rrezik. Po kur flasim për një rrezik real, noradrenalina është hormoni i zemrimit i inatit. Këto neve na duhen, se pa këto ne s'do përballonim një rrezik, për shembull një sulm ose një. Mirë, po në këtë raste, ato prodhohen si rezultat i një mendimi të keq të frikshëm. Dhe njeriu futet në rreth vicioz. Dhe mu me vinë njerëz të cilët kanë përballuar luftën në Kosovë dhe nuk janë trembur edhe kanë qenë edhe janë vërtet trima, kur vje puna, këtu janë të trembur, ndihen të semur dhe besojnë lloj çuditërash deri dhe të magjit. Madje një besimtar shumë i mirë i thash, je besimtar? Jam. Po pse je kaq shumë i trembur nga magjit? Sepse pa e lejuar Zoti ma tha se edhe një gjete nuk bie nga pema dhe asnjë magji nuk mund të ngjit. Edhe, mirë po njeriu kur është i trembur, edhe me fe thuhet që njeriu e humbet arsyen. Dhe diku në një libër kam lexuar si është e mundur që tek njerëzit më të mençur, më të zgjuar, edhe shejtani vepron më shumë. Por shejtani di një sekret, se njeriu i mençur dhe i arsyeshëm, kur është i trembur, i shqetësuar, e humbet arsyen dhe nuk e gje atë që i duhet. Më falë, edhe diçka, ju përmendet shejtanin. E njini, pra e merrni konsiderat nga pikpamja klinikale në sferën tuaj? Unë në studimet e mia të thelluara në fushën e psikologjisë dhe të mjekësisë, e kam shprehur disa herë, madje edhe djalit edhe nusës djalit psikologët të nderuar e të lira, që me duket sikur shkenca ka kopjuar tek feja në këto gjëra. Edhe shumë interesante. Pavarësisht se emrat tonë janë shkencor, për shembull psikosomatike. Psikosomatike do të thotë e mendon mendja edhe reagon trupi. Por unë kam gjetur të shkruar në literaturën fetare që ka dy lloj obsesionesh. Obsesionen e mendime dhe veprime shkak për cilën bëhet shejtani, cili të fut në dyshim dhe detyron të bësh një veprim, edhe që besimtari thotë mos ja bëj qefin shejtanit, mos i bëj këto veprime sepse të bëhet rrugë. Pastaj janë edhe obsesionet e tjera, të cilat janë jo thjesht mendime dhe veprime, por janë më të rënda se të parat, sepse krijojnë dhimbjen e pjesë të ndryshme të trupit. Unë kam dëgjuar besimtarë të nderuar, e hoxhë të nderuar, siç kemi dhe hoxhën këtu, por edhe hoxhët të nderuar Shqipërisë Ahmet Kalaja këto, që quhen domethënë dhimbje të krijuara nga shejtani. Ne i themi dhimbje falco, pseudo dhimbje, dhimbje pa asnjë lloj sëmundje, por që njeriu i ndjen si të vërteta, njeriu nuk ka faj. Ai mund të jetë atje shkon thotë kam dhimbje therje për të operuar parapendësit, edhe analizat nuk nxjerrin që e ka. Mirë. Hoxhi nderuar Enisi, si Islami i njeh frikrat e njeriu dhe si trajton ato, si klasifikon ato? Kush janë ato frikra bazë në një farë mënyrë që mund të klasifikohen më pas edhe si negative, edhe si pozitive? Fillimisht duke pas parasysh që Islami është shpallja e Zotit dhe krijuesit të gjithësisë, atij që e krijoi njeriu dhe atij që e njeh njeriu, andaj Islami i qaset njeriu me realitetin që e ka. Do thotë nuk e nxjerr në rrafshin e imagjinatave dhe utopisë, por e pranon si krijesë e cila i ka përparësitë e veta dhe i ka mangësitë e veta. Andaj në rrafshin e mangësive përmend se njeriu është i dobët dhe dobësia e tij shfaqet në dimensione të ndryshme. Një nga ato është edhe frika e tij. Kur bie fjala për frikën, disa nga këto frika Kurani i trajton si normale, e disa nga ato i trajton si
burime, apo si do të përpjekja e shejtanit për të gjunjëzuar ty përballë të vërtetës. Dhe për këto dy lloje të frikës përmend edhe ilaçin e dur, si duhet të i kaluar një besimtar frikën e cila e ngulfat, e cila e pengon që lirshëm të jeton, e cila e pengon që lirshëm ta gëzon jetën dhe bukuritë e saj. Kur jemi te frika, flas nga aspekti fetar, shfaqen disa nga këto lloje të frikës. E para është frika për furnizimin, për të ardhmen. Dhe Zoti xhallahu ala e përmend se shejtani është burimi i kësaj frike, i cili thotë se e ardhmja jote mund të jetë zymt, varfëria të pret, andaj kjo bën që njeriu të bëhet lakmiqar, ziliqar në presion e një frike për në të ardhme. Gjithashtu, prej asaj që përmend Zoti se është frikë që i ndodh njeriu, është frika edhe për fëmijët e tij. Prandaj edhe si pasojë kësaj frike në një periudhë caktuar kohore, ignorantët dhe pabesimtarët varrosen për së gjalli fëmijët e tyre që ti kursen nga një ardhme e paqartë dhe e zymt. Frika tjetër që mund ta theksojmë në fillim të këtij emisioni është gjithashtu frika nga e kaluara, se nuk falet, nga krimi dhe vrasja e ndërgjegjës nga brenda, se ti ke bën një krim dhe tashmë nuk ka rrugë dalje për ty dhe hap shtegun e pendimit dhe kërkim faljes. Andaj janë të shumta ato shtigje ku njeriu preket nga frika. Islami e pranon njeriu si të tillë dhe nuk është mëkat që të prekesh nga frika. Por mëkat është që ajo të ndikon në përcaktimin e bindjeve tuaja. Mëkat është atë ku frika bëhet ngjyrim i jetës tënde dhe ajo pastaj e dikton besimin e jo e kundërta. Andaj Allahu i manduar kur na thret në kryen disa obligimeve, pas kësaj thot shejtani don t'ju frikson. Sikurse për shkak për agjërimin. Binduni Allahut dhe kaloni këtë sfidë të frikës nga se nuk është reale. Nëse njeriu i gjunjëzohet kësaj frike, që nuk është reale, është imagjinare, është vezvese e shejtanit, atëherë këtu kemi të bëjmë me mëkat, nga se nuk ke arsye të friksohesh. Ose kur njeriu për shembull një frike ose një burimi të frikës i jep një hapësirë më të madhe se duhet. Për shembull, nganjëherë ne e dimë se të fshehtën nuk e din askush pas Allahut. Por njeriu nganjëherë i jep epitet hynor njeriu. Edhe pse është në këtë vend, thot nuk mund të bëj diçka se e din ai çfarë bëj unë. Dhe në presionin e përcjelljes njerëzore e humb mbikëqyrjen hynore. Atë kjo frikë është e keqe dhe prek edhe thelbin e besimit. Andaj gjitha këto janë mënyra se si Islami e trajton frikën, thash gjithmonë e pranon si një realitet, e shëron, por gjithashtu edhe e refuzon atë që nuk ka të bëjë me natyrën e njeriu, por është imponuar nga vezveset e shejtanit. Mirë, është bisedë shumë interesante dhe nuk besoj të ketë njëri që në këto çaste nuk ka interes ta ndjek këtë bisedë. Pas pak çastesh, publicitet. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Besimi përballë frikërave. Profesorin nderuar, pra në një farë mënyrë ekzistojnë frika dhe sfidë e madhe është kontrollimi i tyre, pra menaxhimi i tyre i drejtë në një farë mënyrë që mos na sundojnë ato neve dhe t'i sundojmë ato neve në një farë mënyrë, pra t'i fusim në kontroll, t'i sfidojmë ato, sepse siç e thatë ju, ato janë pjesë të qenies njerëzore. Recetat që ju i jepni përveç diagnostikimeve në fund të fundit, cilat janë? Shumë e drejtë. Dhe me thënë, pranimi i frikrave ka të bëje edhe me njohjen e tyre. Dhe, si që i përmendi hoxha i nderuar, pra janë frikra të ndryshme. Frikë për jetën, për shëndetin, për fëmijët. Këto janë frikra parimore. Parimore, po. Mund të frikra parimore, dhe jo fiksacione. Tani, e vërteta është që krijuesi njeriu ja ka dhënë vetë dijen që është mrekulli e mrekullive për t'i zgjidhur gjërat, për t'i gjetur, se te kafshët i ka bërë gjërat më të thjeshta. Dhe krijuesi i madh ka bërë që edhe qeni dhe macja që han vetëm mish, nëse helmohen, shkojnë gjejnë barin që u duhet dhe han dhe shërohen. Njeriu tani, në vend që këtë vetdije ta vënë punë ashtu si duhet, edhe të gjejë atë që i duhet, do me thënë, kjo vetdije ka raste kur, do me thënë, manipulohet dhe trembet jashtë mase. Tani shërimi këtu, ose terapia është besimi. Kur themi besimi, në radhë parë i herë besimi të Zoti. Dhe kjo është një besim shumë i madh dhe është ai besim që njeriu e mbush e bën të fortë. Unë tani si profesor i psikologjisë, di të them që
Vetëdia e njeriu punon vetëm kur njeriu është zgjuar, kurse pavetëdijshmja punon 24 orë pa pushuar. Kjo pavetëdije ka atë që quhet energji kinetike. Energjia kinetike për shembull është si uji i një leqeni i cili ka energji kinetike, por i duhet vënë një turbinë që të prodhojë energji. Në qoftë se ne, për shkak të frikrave tona, e bllokojmë këtë energji kinetike, nuk i japim mundësi organizmit që gjatë 24 orëve të mposhtë gjitha të këqijat që i duhen atij. Pra, me të vërtet që organizmi është i ndërtuar për të shëruar vetveten, por duhet lënë në qetësi nga komandanti truri. Truri, për shkak të komandave të gabuara dhe frikrave, e trazon organizmin ndjeshëm. Është një lloj sikur një komandant i rrep që i mban punë tortur 24 orë ushtarët si le të qetësojnë, të flenë, të ushqejnë, të bëjnë. Tani, çfarë ndodh këtu? Kur klienti vjen tek unë, në radhë të parë, unë bëj inventarizimin e frikrave të tij. Cila është frika më e madhe, cila është më e vogla, nga e para deri mundësisht 10 frikra që ka, ja rendisim. Ky quhet inventari Padua, sipas një shkencëtari huaj. Pastaj marrim ato të cilat janë më emergjente, edhe fillojmë zbërthimin e tyre, njohjen. Kjo quhet psikoterapi kognitive. Psikoterapi kognitive do të thotë që të njohim arsyeën e vërtet nga i vjen. Edhe rrezikun të cilin ai e konsideron të madh, por nuk është. Për shembull, një që është tremur se i rre zemra, ka palpitacione, zemrën e ka shumë të fortë, ai ndjen imitime, therrje, dhimbje, saqë ai domethënë zguxon të përmendet fjala smundje. Fillojnë pastaj edhe frika nga vdekja, ka frikë të marrë pjesë në vaki, ka frikë të një lajmërim, një lajm. Ai që ka frikë se mos çmendet, kjo është frika më e shpeshtë, domethënë e ka për shkak se i vijnë lloj-lloj mendimesh dhe ai tani këto nuk thot se më vijnë, po thot i prodhoi truri im. Edhe ai barazon veten me këto mendime. Ai domethënë pasi bindet që këto nuk janë mendja, këto vijnë në mendje. Domethënë imagjinoni një besimtari shumë të mirë, mund t'i vjen në mendje domethënë një merak, po sikur domethënë nuk jam besimtar, po sikur nuk e dua Zotin. Po sikur ose nënës për shembull me foshnjën i vjen në mendje po sikur mys foshnjën. Domethënë kjo nuk është se ajo e prodhoi truri i saj. Asaj fantazia e keqe i erdhi, u trem sepse se duron as fantazin dhe asaj duket sikur po shkut lidhjen me realitetin, pra frikë nga çmendja. Dhe kjo është faktikisht treguesi fort për qëndrueshmëri mendore. Ai nuk pranon as imagjinatën, po kjo lloj frike me rëndësi për shkak të rëndësisë që i jep klienti, i jep pacienti. Frika do t'ikën punën e vet e kap, përqendrohet. Dhe sa më shumë që përqendrohemi në gjëra që ne i kemi frikë, aq më shumë fuqi marrin ato. Kjo është për shëndetin, për besimin, për shumë të tjera. Çfarë ndodh tani? Kur njeriu i njeh këto gjëra, ose për shembull frikë se mos mbiret fiket, lëvizjen e ekuilibra. Ne ja shpjegojmë që tek njerëzit me ankth dhe me frikra që zemra i shton rrahjet është jashtëzakonisht është këtë e pamundur me të rënë fiket. Sepse zemra bën të kundërtën e asaj që për të rënë fiket. Për të rënë fiket duhet që zemra të paksojë rrahjet, edhe nuk furnizohet truri me gjak, krijuesi ka bërë që të ulësh kokën të furnizohet, nuk është rrezik ajo. Por problemi është që njerëzit me këto frikra dhe me ankth nuk ju bie kurrë të fiket, nuk janë as rast të fikti. Pasi i njohin këto probleme, pasi marrin informacionin e nevojshëm, ose frika tjetër se mos do më kapet depresioni. Edhe unë me një pyetje sqaroj, kur dëgjon ti se dikush domethënë i dha fund jetës, të merrohem thot. Po problemi është që ai që është me depresion, frikën nga vetvrasja nuk e ka hiç, ai madje ka ngushëllim, pra ti e kundërta, ose frika se mos ma dallojnë të tjerë gjendjen time. Të gjitha këto frikra, pasi diagnostikohen, pasi njihen, pastaj vepron edhe psikoterapia, domethënë e kombinuar, që unë preferoj ta bëj. Domethënë, se shiko tani, edhe shkenca është e dhënë e Zotit, është domethënë fuqi e Perëndis që na i ka dhënë këtë mundësi për ta përdorur. Ashtu siç ilaçi, i cili është kur duhet përdorur, pra është doktori, është pra çfarë ndodh tani? Prandaj psikoterapia shëron, sepse ne i futemi në detaje problemit dhe punojmë me trurin. Punojmë me trurin
dhe bëjmë që ai, pra këto mendime obsesive, ose mendime që i shkakton shejtani, ti dëgjoje, të mos i sulmoje dhe ti ignoroje. Dhe me thënë ti shpërfille. Frikrat dhe ankthi kanë një veti shumë interesante. Sa më shumë ti sulmosh ti, aq më shumë të sulmojnë ata. Këtë do shejtani, që ti trembesh. Atëhere aty të bëhen me 10 shejtan duke të folur për atë problem që ti e ke të merre, ke frikë. Unë kam dëgjuar nga vëllezërit besimtar që shejtani nuk i di mendimet e njeriu. As me legët nuk i din ato, vetëm Zoti i Madh i di. Por ai ndjek veprimet, përshprit diçka. Shikon se u trembe po, aty ai përqendron. Mirë. Është e vërtet në një farë mënyrë sepse po i qasin nga pikpamja shkencore. Është vërtet kështu? Po, e vërtet, nuk e di atë filloj nga fillimi përritën nga fundi. Jo, nuk ka problem, filloj nga të duash. Mjaft që tjetë si arimi i qartë. Po, kjo është arim i rëndësishëm, po para kësaj desha të ndërlidhem të çështja e ilaqet, e udhëzimeve të duara për ata që janë të prekur nga këto lloj frikrash. Fillimisht, shpesh ne u themi besimtarve dhe besimtareve se besimi nuk mund tjetë efikas as cilësor nëse është i trashëguar, por ai është një bindje, dhe para se tjetë bindje duhet tjetë njohje. Prandaj ne kemi nevojë që ta kemi një manual të besimit si ta përdorim besimin. Nga se fatkeqësia është sot se ne kemi një begati të madhe, e kemi një pajisje hynore të dhuruar për t'ia dalë në kësaj bote, por jo të gjithë dim ta përdorim këtë pajisje. Ne mund ta bartim, ne e kemi në veten tonë, por nganjëherë mund të bëhet barr e jo lehtësues i barrave. Dhe këtë unë e sjell si shembull nganjëherë sikur të ta kesh një makinë, do të modelit më të ri, do të tipit më të ri, por nuk din sekundezet. Dhe atëherë nga një mundësi për komoditet, ajo shndrohet në një vuajtje dhe mundim. Kështu është edhe besimi. Andaj besimi duhet me ditë ku me ndez, po e ndeze leja punë tira ati, ai të bardh, ai të ofron edhe do të thotë freski të brendshme, edhe rahati të udhimit, edhe të bardh ku do dën ti. Po nëse nuk din me ndez, duhesh me të rjek. E kur të rjek është i ron, pastaj bëhet bardh. Edhe në këtë situatë, domethënë tek çështja e Edhe në këtë situatë, domethënë tek çështja e ballafaqimit me frikën. Duhet me njoft Zotin e Madhnuar, në kë ke besuar ti realisht. A din kush është ky që ti ke besuar në te? Nuk është thjesht veç një përsëritje fjalësh dhe një trashëgim i bindjeve, por realisht ai njeh Zotin. Andaj dietarët zakonisht çdo përmirësim të njeriu i fillojnë nga njohja e Zotit. Dhe problemi i njerëzve që e mohojnë Zotin, vetë Zoti e përmend është mosnjohja e tij. Ta kishin njohur Zotin, nuk kanë që e mohojnë Zotin. Po ta njohin Zotin kush është dhe nevojën që ka njerëzit për të. Për shembull tek çështja e ndjenjes së fajit, që njeriu zakonisht i bëhet burim i frikës. Qoftë për botën tjetër, qoftë për këtë botë. Kam bërë faj, kam bërë krime, kam bërë shumë mëkate, nuk më falet mua, dhe tash kjo është një presion i vazhdueshëm i njeriu. Edhe s'ka një urias për tobe. Kjo pikërisht. Andaj ne themi se Zoti jo që i thot njeriu ka teuba për ty, por shkon më lart se kaq. Për shembull, paramendoj këtë siguri që ta ofron Islami për ballë frike. Në qoftë se pendohesh, tek qijat shndrohen në të mira. Kush nuk e pranon këtë ofertë? Jo që të falen, ajo është e pakontestueshme, por ato të këqija të bëra në të kaluarën, në qoftë se realisht bën e kaluar, dhe tashmë hap një faqe të re, Zoti ato i trajton si punë të mira. Andaj kjo është një tregti që ofron siguri. Gjithashtu tek çështja për shembull që u përmend tek çështja e shejtanit. Zoti i Madhnuar në përmend shpesh në Kur'an se shejtani me të gjitha ato që ne mund të imagjinojmë mbetet rob i Zotit. Do thotë është nën udhëheqjen e dikujt, është në dorën e dikujt. Dhe është në dorën e atij që ti ke besuar atij. Andaj ka një dietar kështu ka sjell një shembull nxënësve të tij. Një ditë i trajnonte nxënësit e tij se si po e kuptojnë këtë çështje e shejtanit. Dhe tha, në qoftë se jeni duke kaluar pranë një shtegu mali, dhe aty në një mal një bari po i ruan delet e tij, por ato dele po i ruajnë disa qenë të vështirë, të rrept. Dhe keni frikë të kaloni në atë shteg nga se sulmoni nga qenë. Si do të vepronit? Dhe disa thanë do t'i bini një rrugë tjetër,
disa thanë do të vrapojmë, disa thanë jo kështu. Në fund dietari tha, pse lodheni së koti? Thuani bariut mbaj qenë sa të kalojmë, dhe një të lirë. Andaj, ai qenë që të kafshon ty është në dorën e Zotit. Thuaj Allah të më ruaj prej tij dhe kaloj lirshëm në jetën e kësaj bote. Në rregull. Okej. Po, publicitet dhe më pas. Po, rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit. Mbi frikërat. Po. Frikat përballë besimit, po? Tani, shkenca është e dhënë e thënë e Zotit dhe shkenca i vjen ndihmë njeriu me të gjitha, që nga ilaçi më i thjeshtë deri te operimi për të shpëtuar jetën e tij. Më vjen për shembull para ca ditësh një djalë shumë i mirë dhe besimtar nga Maqedonia, shqiptar, i cili ishte tmerrsisht i trembur, tmerrsisht dhe nuk e donte jetën madje, sepse kishte atë që quhet homofobi. Homofobi përkthyer do të thotë frikë se mos jam homoseksual, se mos jam homo. Po. Kuptohet që kishin në adoleshencën e vet parë disa porno, sa aty ngacmon shumë shejtani, dhe ishte tmerrsisht i trembur, aq sa nuk ishte dhe potent tani dhe nuk guxonte as martohej, sepse pra ishte mbushur mendja për keq sikur është homoseksual. Dhe unë i thash, ulu këtu, dhe këtu kemi testin shkencor. Nëse testi nxjerr që je, s'kam çfarë të bëj. Ama testi është ai që vërteton je apo si je. Një lloj sikur radiografia, radioskopia apo analiza. 3 pyetje i thash unë janë. Urdhëro. Gjatë pjekurisë seksuale kishe tërheqje për femra apo për meshkuj? Për femra tha çfarë thu? Tham më vjen keq edhe që më pyet. Jo, prit, bukur. Të gjitha tërheqjet dhe domethënë to që bën adoleshenca, domethënë si objekt kishte femër apo mashkull? Femër tha patjetër. Shumicën e ëndrave, shumicën i ëndrave erotike i shikoje me femra apo me meshkuj? Me femra patjetër tha. Atëherë i thash unë sikur edhe të duash të bësh nuk mund të bësh dhe është e mbaruar që je hetero, je i rregullt, u desh pa kohë për ta bindur, por ka ardhur duke qarë me lot pikëllimi dhe depresioni dhe ka ikur duke qeshur me lot gëzimi që ishte i rregullt. Dhe tani, siç e parathash, përmendi që parë profesori çështjen e një frike nuk e di i bëre një cilësim mjaft simpatik. Frikën ndaj Zotit, ju në ligjërimin tuaj fetar e promovoni këtë lloj frike. Si duhet kuptuar? Frika ndaj Zotit dallon rëndësisht nga këto lloj frika që po flasim për to. Nga se njeriu fillimisht kur friksohet nga diç, frika i shkakton edhe urrëtitje ndaj atij. Nuk ka mundësi të friksohesh nga dikur dhe ta duash. Përdërim te Zoti. Sa më tepër i friksohesh Allahut, aq më tepër e don. Kjo është ndjenje posaçme vetëm në raport me Zotin, nuk është më asgjë tjetër. Prandaj thash që obsesioni i vetëm i shkëlqyer është frika ndaj Zotit. Të gjitha të tjerat, kur janë të tepruara, janë obsesione dhe duhen trajtuar, duhen menaxhuar. Duhet mësuar që nga viktim të kthehesh në shkencëtar menaxhues i frikave. False. Jo, plotësim shumë i rëndësishëm. E dyta, në Kur'an Zoti e bën një thirrje shumë interesante, thotë fefirru ila Allah. Ikni te Zoti. Ndërsa Muhamedi alayhi salam në disa lutjet e tij thonte o Zot, iku prej teje te ti. Do të thotë iku nga dënimi yt në shpërblimin dhe mëshirën tënde. Prandaj njeriu gjithmonë përballë çdo frike ik në drejtimin e kundërt, përveç te Zoti. Devotshmëria është thjesht një rezultat i frikës. Afrimi tek Allahu vije si pasojë e frikës. Prandaj edhe dietarët e kanë përmendur se besimtari i ngjan një shpendi në udhimin e tij drejt Zotit. Dhe shpendi ka kokën për orientim dhe ka kraht për fluturim. Andaj thonë koka është dashuria ndaj Allahut. Ajo të orienton që kjo dashuri tjetë vetëm ka Allahu e kthyer. Ndërsa kraht janë frika dhe shpresa. Dhe nëse gjithmonë një krah është i ulur dhe tjetri është i ngritur, atëherë fluturimi nuk mund të sigurt. Por menaxhimi i drejtë, kur ta ngrash këtë krah dhe kur ta ulesh këtë, dhe të kundërtën të mundson udhtim të drejtë. Kjo është njëjtë në kësaj bote. Ndërsa kur bie fjala për botën tjetër, atëherë një krah është shpresa dhe një krah është frika ndaj Zotit të mënduar. Dhe kjo është vetëm në këtë botë. Ndërsa kur përfundon udhtimi, realisht takohemi me Zotin,
dhe shpresojmë ta marrim shpërblim dhe të futemi në xhenet, atëherë në xhenet nuk ka frikë më. Do thotë në xhenet nuk ka frikë për Zotin, se s'ka arsye. Nga se Allahu i manduar kur u premton besimtarëve shpërblimin thotë la khaufun alehim wala hum yahzanun. Për ta nuk ka frikë. Nga se frika në këtë botë e ka pas një kuptim, e ka pas një simbolik, e ka luajtur rolin e vet, të ka ruajtur nga të ndaluarat, e ka menaxhuar në mënyrë të mrekullueshme jetën tënde dhe ka marrë fund tashmë. Nuk ka kuptim t'ja kesh frikën Zotit në botën tjetër. Dua të them me këtë se është më rëndësishme ta kuptojmë se Zoti na trajton me dashuri, ai nuk don që ne t'ja kemi frikën. Zoti nuk kërkon nga ne që ne të jetojmë në presion e frikës. Por duke pas parasysh se njeriu është i tillë, ka nevojë pak të drejtohet me frikë, këtu përdoret kjo. Përndryshe edhe në fe. Për shembull, kur kemi të bëjmë me një mëkatar, i cili realisht është i friksuar dhe i trembur, sikur se tha profesori, nga mëkatet, këtu nuk duhet ta trembim edhe më shumë me xhehenem, është tërësisht e gabuar. Ti themi është e vërtetë kjo që ke frikë ti, edhe ke drejtë të kesh frikë, nga se dikush që si ti këtu punë që i ka bërë, nuk e di si e mbajnë këmbët, kjo është totalisht e gabuar. Duhet që t'ja balansojmë këtë frikë me shpresë, të themi është e vërtetë që po friksohesh. Mirë po, Allahu është ai që të fal, dhe Allahu është ai që don ty dhe të pranon. Andaj në momentin kur ti pranon që të kthehesh tek ai, ti nuk e din sot mirë ai tjerë. Prandaj këtë frikë duhet ta menaxhojmë me atë që është e kundërt me shpresën. Ndërsa të kundërtën, kur e gjejmë njëri i cili thot, për shembull, un kam zemrën e pastër, ndërsa asnjë obligim se kryen dhe nuk vret asnjë ndikim i frikës ndaj Allahut në jetën e përditshme, e këtu duhet të themi, është e vërtetë se Allahu është i mëshirshëm, është e vërtetë se Allahu na don, por Allah ka dënimin e dhimbshëm, andaj mundo të balancosh me kësaj dhe asaj për të orientuar drejt vetëm. Ndërsa frika, thash, është mjet, nuk është qëllim në fe. Synim është dashuria ndaj Allahut. Synim në fe është të besojmë drejt në Allahun duke shpesuar në mëshirën e Tij. Nëse frika është element ndihmues për të orientuar si duhet në drejtim e Zotit. Po, edhe diçka të fundit janë minutat e fundit. Frika tek bota shtazore është vetëm si instinkt. Tek njerëzit është edhe instinkt, edhe ndjenjë, edhe emocion. Imagjinoni që vërtet një besimtar që ka frikë Zotin dhe do të bëhet besimtar i mirë, po sa frikë ka ai nga temeta apo gabime, të cilat mund vjen një moment që thotë unë i kam bërë shumë tmeta, saqë Zoti nuk më fal më dhe s'm pranon më. Dhe mund kjo të bëjë efektin e kundërt. Dhe po të veprojmë gjithë si imami, si hoxha i nderuar, që ta sqarojmë atë që besimi është si punë e alpinistit që nuk mund të ngjitet në majë pa bërë ndalesa, pa bërë dhe në i hapë mbrapa, pa, dhe me thënë, por gjithsesi ai duhet të ecë vetëm përpara, atëherë ky besimtar nuk do të heqë dorë nga besimi dhe nuk do ta quajë veten të dënuar apo të ndërshkuar, do të njohë se ç'është ajo, domethënë fjala tobe, sa e rëndësishme është, do të njohë atë që thot Perëndia, Allahu i Madh, që 100 herë më i mirë një që ka gabuar dhe është penduar se ai që s'ka gabuar asnjëherë, do njohë shumë gjëra dhe do ecë në rrugën drejt besimit. Pra besimi te Zoti, besimi te shkenca, besimi dhe te ajo që Allahu ka thënë, nuk ka sëmundje në tokë që unë nuk i kam kriju dhe ilaçin, po hajde ta gjejmë. Por që ta gjejmë duhet besimi. Kam pas raste kur gra të martuara prej vitesh nuk lindnin vetëm nga frika se s'po lindim. Dhe kur janë shliruar nga frika, ose kur kanë adoptuar një fëmijë, kanë lindur. Kanë ardhur mirë. Të falenderoj profesori Jashar Demiri dhe hoxhi i nderuar Enis Rama. Folëm për frikrat përballë besimit. Ishte një mision mjaft i vlefshëm për të gjithë ata që janë të sunduar nga frika. Ju shpresojmë t'ju a kemi hequr sadopak. Faleminderit.